Pranë të nisjes së sezonit turistik veror, kryeministri Rama ka ndarë propozime dhe mendime për të zhvilluar këtë sektor me qëllim që 2025 të jetë një vit i suksesshëm, duke synuar deri në 14 milion turistë. Nga propozimet e tij mund veçojmë atë që paraprakisht hotelierët të derdhin 65% të detyrimeve të tyre të taksave paraprakisht, në mënyrë që të mos kenë pasaj kontrolle gjatë sezonit veror, mos ndjejnë këtë bezdinë e kontrollorëve patimor që do të vinin në këto po themi vende ku ata ushtrojnë profesionin e tyre dhe biznesin e tyre. Për të folur për këtë, edhe se si do të ndahen këto parcela të plazheve, çfarë na pret sezonin turistik veror dhe si është situata e hotelerisë shqiptare. Ne kemi këtu zotin Zak Topuzi, kryetarin e shoqatës Hoteleri Turizmit të Shqipërisë. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Dhe mirësi e gjykoni këtë propozim të kryeministrit sa i takon hotelerisë. Që në fillim duhet të them diçka për të krijuar një ide të qartë se për çfarë bëhet fjalë. Gjithmonë institucionet janë të kujdesshme kur flasin për numrin e turistëve. Dhe ato nuk përdorin këtë lloj termi, po përdorin hyrje dalje të huajve në Shqipëri. Dhe ky 11 milion, 12 milion, 14 milion nuk ka lidhje me numrin e turistëve. Pra sigurisht që turistët janë shumë pak. Që ti jesh turist duhet të paktën pa i hyrë detajeve, duhet të jesh 24 orë minimumi. Kjo është thjesht lëvizje pra. Të konsumosh një hotel, një shërbim dhe duke qenë se aeroporti i Rinasit ka krijuar një treg rajonal, një pjesë e mirë e tyre janë pushues që e përdorin Shqipërinë qoftë për të kaluar tranzit nga një kufinin tjetër ose për të përdorur aeroportin e Rinas. Kështu që kur flasim na duket sikur 7 milion net fjetje janë pak, por duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër, që janë vetëm 61.000 shtretër hotelesh dhe 210.000 shtretër apartamentesh që i shiten me qira ditore për turizëm. Dhe për ta kuptuar, pra i bie 1/5 e të gjithë totalit të shtretërve është hoteleri dhe nuk janë këta delja e zezë që krijon këtë problem. Nuk është se nuk ka. Informaliteti është një shoqërues si gati prej 10 vjetësh dhe ne kemi qenë ata, pra jemi ne që kërkojmë formalizimin e tregut, sepse pa informalizimin e tregut ti nuk mund të bësh dot standarde, nuk ke një turizëm të qëndrueshëm, janë gjithë këto problem. Propozimi i kryeministit u hodh si ide që vjet, bën fjalë që për 5 muaj subjektet raportojnë gati 65% të xhiros të tyre. Dhe në periudhën prej 7 muajsh jo pikë të kenë pagojnë minimumi 30%. Për një pjesë të rëndësishme kjo është një penalizim, pasi flasim për kryesisht biznese familjar. Pra janë 2.000 hotele me 61.000 shtretër që i bie mesatarisht Shqipëria ka hotele me 30 shtretër që i bie 20 deri në 30-40. Këto janë kryesisht hotele me menaxhim familjar. Një hotel me menaxhim familjar mund të punojë edhe me kosto minimale, me fitime minimale, pasi thjesht do të përdorin dhe si banesë atje. Përdorin dhe si banesë, punojnë familja, punojnë fëmijët dhe një pjesë e mirë e tyre punojnë fundjavën. Pra, po shikosh e shtuna edhe e prente janë ato që kanë ngarkesë. E mërkura është bosh, po themi. Dhe mërkura nga ana det mërkura apo tenten është pothuajse bosh. Kështu që nuk është se ka një ndarje ligji që të thotë që ti duhet, në rast se ti nuk do punosh në dimër, si zakonisht pjesa më e madhe e hoteleve të Bregdetit mbyllen, po dhe ato që janë në zonat e larta. Ky ligj e le pak evazive. Ne kemi disa ditë që komunikojmë gati 360 hotele me njëri tjetrin dhe nuk po gjejmë dot formulën se si duhet plotësuar. Kena bëm sim tregus. Nëse është ende pa qartë se çfarë sepse në rast se ti thotë nuk do që të kesh përballë zyrën e tatimeve, ti duhet plotësosh për 5 muaj mbi 65% dhe për 7 muajt e tjerë 30%. Ndërkohë që një pjesë e tyre e mbyllin, dhe atëherë këta nuk mund ta plotësojnë këtë formular dhe do të jenë të detyruar të presin. Një sekondë, se çfarë ka thënë kryeministri, cili ka qenë konkretisht propozimi që ai ka bërë në një nga takimet me hotelier, kam përshtypjen në Sarandë. Duke bërë një konsultim me ekspertizë ndërkombëtare,
kemi vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%. 65% është, besoj, shumë e ulët në raport me të vërtetën. Tani kryeministri thotë që është negociuar me asistencë ndërkombëtare. Ju vetë si shoqat keni dhënë propozimet tuaja? Ne nuk na ka pyetur. Nuk keni pyetur. Zakonisht mirë është konsultohen, pasi Ministria e Turizmit ka një këshill konsultativ biznesi që mund ta diskutonte. Shqipëria në 118 vende që renditen për sezonalitetin, ne jemi në vendin e 109 fundit. E kuptoni? Pra çdo eksperiencë rajonale botërore nuk ka lidhje me turizmin ton, pasi është, domethënë, nuk është kollaj që të kesh një turizëm gjithvjetor. Ka një përmirësim të dukshëm, pra ne kemi qenë 30 ditë, 45 ditë, 120 ditë, tani kemi shkuar në 180, por është një, po them, 30-40% e gjithë industrisë që mund të punojë gjatë gjithë vitit. Kurse pjesa tjetër e mbyllën, janë biznese familjare, dhe pak a shumë kjo praktika që janë 30 vjet përpara në Itali, kur nuk kishte sisteme kontrolli, kur nuk kishte internet, nuk kishte emaile, dhe sigurisht tatimet dhe bashkitë vendosën kuota për të ndarë hotelet si masyje. Pra një hotel me 5 yje do ta kishte çmimin 500 deri në 550, një me 4, 400 deri në 450, në mënyrë që të kishte një kontroll dhe kishte një, po themi, një balancim të tregut dhe mos kishte konkurrencë pandershme. Në momentin ku ti ke një sistem self-care që në moment ti që shtyp një faturë, ai del në sistemin e tatimeve, ti e ke shumë të thjesht kontrollin dhe i bie që të ketë dështuar sistemi self-care dhe ti nuk je në gjendje ta kontrollosh. Dhe gjithë konkluzioni jon me pak fjalë shuqe, një pjesë e bizneseve të ndershëm që punojnë do të penalizohen nga kjo mënyrë, pasi është e pamundur që gjatë periudhës dimrit ata të kenë 30% kapacitet mesatarisht. Pasi po të bësh një shpërndarje, një hotel duhet punoj me një kapacitet 48% vjetor, i cili është e pamundur në pjesën bregdetare kryesore, ku janë dhe potenciale më të mëdha turistike të Shqipërisë. Po thua që një përqindje shumë e madhe e punës së saj 65% ndodh gjatë sezonit veror. Dhe shumë pak pastaj mbetet për sezonin tjetër. 65% e gjithë turizmit në Shqipëri me sistemin e informacionit që jepin stat, vinë për 3 deri në 5 muaj. Pastaj pjesa tjetër mbetet 35% e gjithë turizmit.